përfunduam edhe këtë sugjerim, këtë recet, tani, me sa shoh, Albana po bëhet gati për të na përgatitur edhe mëngjesin. Mëngjes drek darkë. Shumë të thjesht. Ja, e largoj talierën e parë dhe afrojmë produktet e një mëngjesi të shëndetshëm, të shpejt për gjithë familjen. Kam omletat e famshme, të gjithë i duam. Gjithë kemi preferencat tona në mënyrën se si i përzjejmë, i organizojmë produktet. Disa i pëlqejnë me perime, me udhra qep, domate, kujdun, perime të tjera, speca. Tani është koha e jeshillëqeve, pse jo të mos i shfrytëzojmë edhe për omletat të tilla, kështu që le ta gatuajmë bashkë një omlet me jeshillëqe. Pak gjallë. Tek gjalpi është mirë të shtoj pak ose fare vaj. Derisa të bëj produktet e tjera, marr vezët. Pra duam të kemi një omlet të pasur me është për 2 persona, proteina. besoj. Shumë mirë të lloj omlete, si zbëhet mund ta kaloni edhe në furrë. Mirë është e këshillueshme është që mëngjesi të nis me proteina, dhe jo me të ëmbla, sepse nga një stomak bosh, nga një trup me qetësi, ato të ëmblat që ne konsumojmë direkt kthehen në glukozë direkt dhe edhe na shëndoshin, po edhe na shkarkojnë më shumë pastaj nga energjia se është e përkohshme. Mos kemi atë aromën e vezës, që disa e kanë shumë problem, normalisht shtojmë pak uthull. Pak uthull dhe eliminojmë. Bëjmë shpërbërjen e vezëve. Tek vezët do shtoj largoj dhe spinaq. Shtoj një mas të salcës. Salcë kosi. Është shumë e lidhur mirë, si salcë, Të erzeni. salca kosit shtoj E ollojmë pak me ujë rozmarina. Ujë rozmarina. Ja. Nga që është e ngjeshur dhe e fort, është pak më kokfort për ta ulluar. Krip. Me rahje të shpejta ose në blender, ju arrini të keni këtë masë kremoze. Këtë masë kremoze do ta shtoni tek Ne kemi shtuar 5 vezë për 2 persona e mjaftueshëm. Largoj. Dhe bashkë me vezët, mos i kem fare salcën e kosit deri tani. Pranë. Lëvozhga gjithashtu, Rrahje. sepse duke u shtuar nga dita në ditë, të bimët aromatike që vinë çdo mëngjes në tryezën tonë, ushqehen më së miri me lëvozhgat. Nëse ju i keni në balkon, në obor, dhe konsumoni vezët, lëvozhga, siç e kemi thënë, lërini të thahet, tani mund t'i thani edhe në diell. Është më e favorshme, i shtypni ose i grini në grirse dhe shtojani tek lulet, tek bimët, kudo janë ushqim i mirë. Spinaqin, gjë që e rrok me gishtrin dhe i jap imët, shumë imët. Kaq.
pakës ndyrë derisa mua të më plotësohet e gjithë sipërfaqja e tiganit. Sikurse do të marrim koper, majdanos dhe spinaq. Vezë, salcosi, krip, piper. Shik të gjithë të masën bashkë me kërcejtë, bashkë me kërcejtë. Që unë mos përsëris veten, shumë mirë, unë të vendosin farakia brënda, derisa të fillojnë dhe të bymehen. Por nga që e kam bërë në një recet tjetër dhe prandaj, dhe kam sërish një recet tjetër që nuk dua të përsëris vetenja. Përse e kalova më përpara? E kalova më përpara sepse duke vendosur vezën, veza ka një veti që për një herë fillon edhe fryet dhe spinaqi, me që kam spinaqi ngel gjethja pak më e fortë. Direkt tani, unë do të shtoj masën e vezëve dhe të salcës. Ja. Ndërkohë dhe këtej nga fura drita ufik që është gati për ta sjellë në tryez. Sa të bëhet dhe omleta. Pra, masën. E tillë. Supa jon me karota, patate, ginger, lëkur, portokalli, pak pana. Tu kemi, siç e tham, majonezën me aromë rozmarine dhe presim gati të servirim edhe omletën. E lëm derisa të filloj që të dyfishohet. Sipër, siç e keni tani, mund t'i vendosin sërish djathtë të shkrirë. Sepse ka të nxehtësinë dhe konsumohet e vakët. E ftohtë normalisht do kaloj sërish në nxehtësi, gjë që e vakët. Shiko derisa fillojnë të pluskojnë. Po. Unë shtova krip këtu? Është me Më duket se jo. Ta provojmë dhe pak. Ta marr dhe kripën. Në sipërfaqe, siç e tham, fara të ndryshme, nëse doni ta bëni akoma më të shëndetshme, por tani është momenti që të presim të mpikset pjesa e vezëve në sipërfaqe, që ndoshta më pas do ta kthejmë ose do ta lëmë të serviret ashtu siç është në pakos fare krip këtu. Ja. Dhe fillon aroma e bimëve aromatike të kundërmoj. Do të shtoj armoskati si i shkon shumë mirë vezës. Mbasi kam thënë që ara moskatit shkon mirë në salcat e bardha. Ja, këtu. Kombinohet me salcën e bardhë, kombinohet shumë mirë edhe me spinaqin kur gatuar. Pakos fare ginger. Nuk i shkon piperi zi, po i shkon piperi i bardh ose piperi i kuq. Që ne ndryshe është piperi roz që quhet. Ja, pra një omlet për t'i përmbledhur, sepse ishte një mëngjes i shpejt proteinik, me jeshillëqe, me bimët aromatike, me spinaq, me 4 ose 5 kokra vezë, salcosi dhe erza të ndryshme pastaj. I shtuam edhe pak ginger pluhur, nëse keni piper të bardh, dhe ja tek e keni mëngjesin tuaj, tonin bashk, mëngjesin drekën, për darkë pastaj do kalojmë te frutat. Falenderoj për recetat e sot, me shihemi nesër, të lumshin duart. Faleminderit. Në rubrikën në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli do t'i gjeni të gjitha recetat me fotot përkatëse dhe me mënyrën e përgatitjes dhe po ashtu edhe në rrjetet tona sociale me të njëjtin emër Reze Dielli.